Në kërkim të 3 pikëve të para sezonale, kampionat e Shqipërisë zbresin sot në një transfer të vështirë përballë një Bylisi, po ashtu të uritur për pikë. Ju përshëndes të gjithëve, miq të RTS2, do të shihem së bashku këto 90 minuta mes Bylisit dhe Egnatias. Këtë sezon kampionat e kanë nisur jo siç duhet, me një humbje ndaj Vllaznisë dhe një barazim të Elbasanit, ku edhe aty ishte në disavantazh, ndërsa në krahun tjetër Bylisi ka nisur me 2 barazime, 0-0 ndaj Tiranës dhe 3-3 ndaj Flamurtarit. Kjo do të jetë ndeshja e tretë që Bylisi e luan në shtëpi në këtë fillim sezoni, pas edhe marrëveshjes me Flamurtarin, shërbimin e stadiumeve. Një bilanc dukshëm shumë pozitiv për Egnatian, që ka dominuar Bylisin sezonin e kaluar me 4 fitore në 4 ndeshje. Në këtë sfidë sot me Mireliosa propozon këtë njëmbëdhjeçe me Jeremy Vashu në port, Kane, Marku, Bruno dhe Përndreca ka dëshje mbrojtjes, Malomo, Abazaj dhe Përgjonin mesfush, Wallison, Koxhi dhe Ibrahim Mustafa treshja sulmit, ndërsa Ignatia përgjigjet me 4-2-3-1 me Dajsinani në port, Hajme, Sota, Gjemali dhe Ndreca në mbrojtje, Aleksi dhe Kurezio dyshe përpara tyre, Selmani, Ruçi dhe Albaneze mbështesin Nikola Buric në majën e sulmit, Albano Aleksi dhe Marina Bazaj. 2 kapitenët, gjyqtari kryesor i kësaj sfide do të jetë Erion Bastari, i ndihmuar nga Erin Burgu dhe Alfred Shkreta, ndërsa në sistemin VAR, Olsion Yzeiraj, i ndihmuar nga Orlando Kuka. Gjithçka gati për të nisur, luhet paralelisht në RTS Sport edhe dueli tjetër mes Tiranës dhe Flamurtarit, ndërsa pas këtyre 2 sfidave në orën 19 do të vi ajo më e forta padyshim mes Vllaznisë dhe Partizanit në këtë javë të tretë të A-Biznes Superiore. Me shumë ndryshime formacioni i Ignatias nga sezoni i kaluar, marrë një vet titullar i afrimet e fundit si Kurezio dhe Alessandro Albanese. Shohim impaktin e tyre, po ashtu dhe Nikola Buric vjen si realizimi i Erion Bastarit, të nis kjo sfidë me topin e parë që luajnë miqtë, që ja kanë dalë të rikuperojnë Soto për bërë dyshe me Gjemalin, për ndryshe Alijev ishte gati me një top i gjatë thellësi, më i fortë siç duhet. Nuk mund ta mbrinte Edison Dreca. Mungesë e rëndësishme Alex Peralta tek skuadra e Bylisit, i dëmtuar. Po ashtu e nis nga stoli Kamara, që ka qenë grumbulluar me përfaqësuesen e Nigerit. Hajbe. Topi përpara ku shkon Marku aty për të larguar. Aleksi vendos të spostoj lojë në krahun tjetër, këtu sparkata dukshëm fauli i Përndrecës, që mëse e kalon me një këshillim Erion Bastari këtë episod. Shpikërisht kështu. Dukshëm shkon të këmbët e Selmanit, kërkon me njërë ndjes për Ndreca. Me njërë një mundësi e mirë për kampionët, për të rrezikuar në portën e Jeremy Vashu. Vjen rregimi në qendër të zonës, e goditja që nuk vjen siç duhet momentin e fundit nga Sota, mos gëbojmë. Tek Ignatia Fangaj dhe Jefferson mungojnë për shkak të kartonave të kuq. Sfida ndaj Elbasanit, ndërsa Fernando Medeiros e nis nga stoli.
pasi dhe i ka pasi një tërheqje dhe ka qenë një javë pushim, ende nuk është në formën e tij më të mirë fizike për ta nisur titullar. Dhe me njerë merë hapësira në formacion Altin Kryeziu, një ish i Laçit në kampionatin ton. Kemi rivënjë nësore, përvol me njëherë Egnatia të jetë ajo që kontrollon lojën, që i qarkullon topin. Aleksi Sota Pësimi për para, nuk e mori si që duhet Buric, më pas top që lërgohet dhe e kemi rivënjë ansori që i përket të vëndasve. Kryeziu topi prapa tek Aleksi. Kthen prapa Kryeziu. Sota Gjemajli duan shkurt me Albano Aleksi. Në kraj Edison Dreca. Ndron krahun e lojës saktë për Selibanin, që përvon zhvendosjen më në qendër. Nuk përvoj krosonte Aleksi. I topshin zirët nga zona, më pas Dreca përvoj ta kthente sërish në qendër, por dalja e Jeremy Vashun që e bën topin të tij. Përvon nis me njerë Wallison që ishte deciziv në sfidën e fundit këtu me 2 gole ndaj flamurtarit, nuk ja del dot ta fitoj duelin me Ndrecën. Mjaft mirë Edison Dreca. Gjemajli Sota Selmani. Shërbimi shumë i mirë drejt Ruçit, mbyllje saktë nga Marku. Kanë parë Mirë Ljosa në 11 ndeshje përballë Ignatias, ka një bilanc jo shumë të mirë, 3 fitore, 4 barazime, 4 humbje. Nëse nuk e ka mundur asnjëherë Tetovën, ku ka drejtuar Laçin dhe Vllaznin në 5 duele, 3 fitore të Tetovës dhe 2 barazime. Marko Lize bukur e Wallison, por i vëmendshëm Gjemajli që largon në rivënjë ansore. Kanë parë dhe Tetova, askush më mirë se ai nuk ditë përballet me një kundërshtar si Bylisi. Ai ka bilancin më pozitiv në 9 ndeshje, 7 fitore, 2 barazime dhe Bylisit Tetova. Tekniku 2 herë kampioni i Shqipërisë, 2 herë fitues i Kupës së Shqipërisë dhe 1 herë i Superkupës. Tjetër rivënjë ansore, sërish të jo këtë rrallë me sa duket, për gjyqtari ansor, pak e çuditshme, por i përket Bylisit sipas tij. Pak në pamje të parë duke e kundërta, është diçka duhet të parë më mirë gjyqtari ansor. E topi nduar Osman Kane.
Nuk e mbrin dot Mustafa shërbimin e tij. Pak e ngadalë të sfida, jo me shumë ritëm. Një Bylis që po provon të vendoset mirë mbrapa vi për të mos rrezikuar. Pa shumë iniciativë në aspektin sulmues. Aleksi. Selmani për Aleksi. Kureziu. Sota. Selmani. Gjemajli. Çekollimi gjatë topi, por kryesisht në zona jo të rrezikshme nga ana e Ignatias. Nuk po afrohet metrat e fundit. Tashmë ka një mundësi, vjen ergimi drejt zonës që nuk largohet siç duhet, më pas momentin e fundit largohet në rivënien njerëzore. Nga ana e brazilianit Bruno. Plan parë, Flamur Ruçi, një ish i kësaj sfide, por njëkohësisht është njeriu që i ka dhënë fitoren e vet me Bylesit ndaj Ignatias në këto 4 vite të fundit. Në përballjet mes tyre, ku vetëm një herë ka fituar skuadra e Bylesit. Vendoste aso kohë Ruçi me një gol në minutën e fundit kohës shtesë. Pjesa tjetër e sfidave në këto vite janë 8 fitore të Ignatias dhe 2 barazime. Pozicioni ka qenë i parregullt i Ruçit. Përndreca prapa tek Bruno. Duket se ka krijuar ide të qarta paktën se i përket mbrojtjes. Mireliosa, pasi treshja Marku, Bruno dhe Përndreca në të majt nuk ndryshon, i vetmi ndryshim është Kamara, imponuar nga ardhja e tij i vonë pas grumbullimit me këmbëtarët. Tashmë Peralta nuk llogaritet më si një mbrojtës i majt, me performancat shumë të mira të Përndrecës. Ndaj flamërtarit e pam si një winger të djathtë për nevojat e skuadrës, Alex Peralta. Dhe duket se përfundimisht me idetë e Josës, Marina Bazaj në shes një mesfushor. Mund vendoset mbrojtje vetëm për nevoja kur mundojnë që në mbrojtësit Marku apo Bruno. Ka një faull të përgjonit. Albano Aleksi. Në krah tek Edison Dreca. Vjen harkimi i tij, është i fortë për Dreca. Nuk e largon pas Koxhi. Është i shpejt. Malomo ka pranë Koxhi. Nuk e preferoi, më pas zhvendosja drejt qendrës e Malomos dhe pasimi i gabuar. Duhet bënde shumë mirë në këtë episod. Nuk shërbeu as për Koxhi dhe as për Mustafa. Albanese. Ndreca. Gjemajli në krah tek Elion Sota. Luan shkurt me Altin Kureziun. Edhe një Gjemajli.
Sota. Mirë për Ndreca. Po mbrojt mirë Bylisi. Asnjë rast i rrezikshëm në të dyja portat në këto 13 minuta që lëm pas. Pak i fortë i pasimi Aleksit, nuk e mbrin dot Xhemaili. Sak për Ndreca këto leximin e se situate. Pas nuk dele pasimi Abazajt. Buric bllokohet mirë nga Aurel Marko. Duelin tjetër Tirana ka kaluar në avantazh dhe flamurtarit udhëheq 1-0. Mallomo për Gjoni në krah tek Walison. Edhe njërë Mallomo. Walison provon në gjej Koxhi në krahun tjetër. Saktë uli mirë Mukhtar Koxhi. Arkimi që bllokohet nga Hajme. Në fund të kemi goditje nga këndi. Shans i parë për Bylisin për të rrezikuar në portën e Dajsinanit. Për Ndreca, krosimi i ulët, nuk largohet më pas goditja. Shpëtimtar Mario Dajsinani. Dhe në fund ka realizuar për një faull në sulm. Ndaj sotës, gjyqtari Bastari i afrohet shumë golit Bylisi në zhvillimin e kësaj këndoreje. Edhe një goditje Mustafa. Dhe reagimi mjaft i mirë i Dajsinanit, që ishte edhe i thirrur sërish nga kombëtarja shqiptare, madje ishte titullar në miqësore ndaj Gibraltarit. Mario Dajsinani. Xhemaili. Aleksi. Nuk e kontrollon si duhet, se mund përfitoj Bylisi. Duket pak e ngadalë në këtë kundërshtim për Gjoni. Vjen Walison nga krau, preferon vertikalizimi për Mustafa. E lë për Walison. Walison zhvendoset më në qendër, më pas goditja, jo shumë e fortë, devijohet, mjaft mirë pas Mallomo, që do duhet mjaftohet vetëm me një goditje nga këndi. Bllokohet mirë nga Aleksi në fund. E ishte nisi këtë aksion të rrezikshëm me gabimin e tij, vjen për të rikuperuar gabimin. Shkon të këndi për Ndreca. 2 minuta më parë nga një këndore ju afrua shumë golit Bylisit. Shohim sa do të jetë rrezikshme tashmë në këtë goditje tjetër nga këndi. Vjen arkimi këtë rrallë, jo siç duhet, por ai top filtron dhe në fund është sërish i njëjti protagonist Ibrahim Mustafa këtë rrallë. Nuk i merr siç duhet, koordinatat e portës shumë mbi kuadrat. Tu është gabimi Selmanit, nuk e gjeti kohën siç duhet topit, nuk e largoi. E top filtroi pas shpinës, ku Mustafa nuk u gjeti gatshëm për të goditur siç duhet. Xhemaili
Nuk i dele i pasim, Aurel Marko sakt, shmang një kundërshtar, më pas e lë për Arli për Gjonin. Walison prapa. Kane. Kapiteni Abazaj. Bruno. Sakt edhe njërë për Gjoni. Shmang një kundërshtar, mjaft mirë për Gjoni. I durohet luaj prapa tek Osman Kane. Vjen harkimi drejt zonës, i ti shumë i fort me Hajmen që e lë sërish në zonë, më pas fluturim thi goditja e përndrecës është shumë mbi kuadrat. Gjemajli. Çegullon qetësisht në brabavi skuadra e Ignatias Sota. Këtu presingu i Kogji, por i venjësori i përket miqve. Gjemajli. Kryezio. Ndreca. Prapa tek Aleksi. Sota. Edhe njëherë Albano Aleksi. Ndreca. Pasimi shkurtëzi për kapitenin dhe njëherë prapa tek Gjemajli. Sota. është vendosën këra tek Hajme. Vjen herkimi i Hajme si rrezikshëm, vëshu më pas faull në sulm. E ka ndalur lojën gjyqtari përpara se të vinte ajo goditje me portën e boshatisur, ka qenë i bindur në vendimin e tij. Pasi shpeshherë tashmë në epokën e sistemit VAR kemi parë që fillimisht gjyqtarët e lënë deri në përfundim aksionin dhe marrin vendimin e tyre. Këtu sigurisht sistemi VAR nuk ndërhyn dot, pasi sjalizimi i gjyqtarit kryesor ka ardhur përpara se topi të goditej nga Ndreca. Gjemajli. Shumë dominues i qarkullimin e topit e Ignatia, por ende pa qenë e rrezikshme tek porta e Bylisit. Përgundrazi vendes e ju afruan golit me Ibrahim Mustafan. Marko. Përvoll nis Mustafan, por ishte Sota aty pranë Gjemajlit për t'i ardhur në ndihmë në duelin me qendër sulmuesin e Bylisit. Aleksi. Kryezio. Pasimit i drejt Alessandro Albanese, që është këmbgulës deri në fund, por pa u dhënë dot në zotrimin e topit. Këtu rivenjansori përket vendesve.
Veprimet mirat për Gjonit, por nuk mbyllet tregënçi mes tij dhe Mustafa. Jaime. Vion Egnatia me shërkullimin e dendur të topit. Kryezio. Gjemajli. Sota. Kanë vështirë gjejnë hapësira. Vjen i topi gjatë drejt Albaneze, që nuk e kthen dot në shëndër për tek Buric. Ergon fort Gjemajli vrapon Selmanin duelin me përndrecën. Prekja e fundit është e mbrojtësit Bylisit, e mbron të rivënjënësore Selmani. Sota. Albaneze. Kastriot Selmani, dhe një prapa tek Sota. Ky pasim drejt Buric, i qëndron ngjitur pas trupit. Markim hermetik i Markut. Alexi. Pasimi i gabuar i Gjemajlit. Provon me lomot nxjerr përpara Bylisin. Ka një faull në prapa të Buric që ndëshkohet me karton të verdh. I pari në këtë sfidë. Edhe një faul i Buric. Bruno. Përndreca. Kogji. Këtu ka një faul të Flamuruçit me Bylisin që mbetet në gjysmëfushën e kundërshtarit. Qo është dhe sjedhesh me kërësimi
për Ndrecës. Vjen në qendër, largohet me kokë Aleksi. Shkoni parë tek topi Kaneqi, do të provoj të rihet edhe një herë drejt zonës shumë i lartë, këtë herë pa probleme e kontrollon Dajsinani. Sota Selmani Aleksi përvon të ndroj kraun e lojës drejt Ndrecës, jo sakt. Nxiton Byelesi me Koxhi. Kërkon për Dreca pasimin, por e topi është përplasur në fytyrën e kundërshtarit. Stafi mjekësor që futet direkt në fush. Shpesh në mështeti që ka serioze. E gjithë e mbushur tribunën kryesore në Dushmuqa sot. Përfitojnë nga kjo pauzë dhe për të freskuar futbollistët në temperaturat e larta sot në Ballsh. Goditje fort në kokë për spanjollin Jaime. Jo shumë i kënaqur duket paktën në gjuhën e trupit me portreti Tetova në këto 30 minuta që po lëm pas. Edhe pse ka qenë më mirë në mbajtjen e topit Ignati Ajti me 62%, ende nuk ka goditur asnjëherë drejt portës. I pashqetësuar Jeremy Vashu, përveç atij momenti kur fitoi faullin e sulm në përplasje me sulmuesin Buric. Vijon 1-0, sfida tjetër mes Tiranës dhe Flamurtarit me golin e Tabeku. Top që nxirret nga zona, por Marku përvon ta mbajë ende Bylesin aty. Për Ndreca, tjetër mundësi për të kryesuar, kryesim që vjen me kokë Mustafa, është jashtë kuadratit. Aleksi. Vrapon Ndreca dhe mbrin topin. 1-1 me Kane. E kthen prapa. Vjen Harkimi drejt zonës. Provon Selmani, pretendime për top të prekur me dorë. Për momentin ka vetëm goditje nga këndi dhe nga Erion Bastari, gjithë me protesta tek gjyqtari dhe sigurisht do të rishihet ai moment. Një përsëritje do të krijojmë dhe ne një ide më të qartë. Minuta e 32 në episod. I rëndësishëm kësaj pjese të parë. Të shohim, ky është momenti, dueli Selmani për Ndreca. Në fakt, topi ka rënë në dorë. Dora ka qenë dukshëm e hapur, por se sa mund gjikohet e qëllimshme apo e pavullnetshme, sigurisht është një interpretim i specializuar që e marrin gjyqtarët e sfidës. Duhet thënë që rrezikon shumë fakt për Ndreca këtu. Pak i shkujdesur me kontrollin e dorës. Dhe do të shkojë tasho në monitor. Dora ishte hapur në fakt, duke u mbrojtur nga Selmani pas shpine, nuk e kontrolloi mirë dorën e majt dhe ka përshtypjen që me gjas, duke parë se si
e funksionon. Është vështirë që tashmë që gjyqtari u thrit përpara ekranit. Me shumë mundësi do të kemi 11 metrash për Ignatian. Gjyqtari që po shikon dash me pamjet. Në monitor minuta e 34, episod decisiv i kësaj pjese të parë. Ndoshta edhe mund të ketë probleme me pamjet. Gjyqtari Bastari kam përshtypjen që nuk mendoj se janë ofruar pamjet për t'i parë. Tashmë siç e dim, sistemi VAR ndodhet i centralizuar në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit, nuk është më në stadiumet respektive. Kam përshtypjen që tani mund të jenë në dispozicion pamjet e gjyqtarit Bastari. Ky është momenti. Duket dorë hapur e pa qëllimishme në fakt, sepse më shumë po mundohej që të mbronte Selmani nga pas shpine, por i pa kujdesshëm, nuk i kontrolloi mirë dorën e majt. Por një vendim sigurisht në profesional tashmë i takon gjyqtarit Erion Bastari, që ka marrë vendimin dhe do të njemi edhe në më të shohim. Ka penalti për Ignatian në minutën e 35. Ka shansin e ardhshëm skuadra e Tetovës për të kaluar në avantazh. Do ta marrë përsipër me sa duket Edison Dreca. Qëmë se do t'ja dalë Jeremy Veshu të bëj heroin në këtë moment për skuadrën e tij. Vjen realizimi i Bastarit, niset Ndreca. Vjen e majta e tij, shkon jashtë Edison Ndreca, shpërdoron këtë 11 metrash në minutën e 36. Mbeti shans start, një mundësi të mirë për të kaluar në avantazh Ignatia të shojnë dashmë Byllisin, që sigurisht është edhe më e karikuar. Një episod i tillë të ngarkon me më shumë impulse pozitive për të shtyrë përpara dhe për të shpresuar të një goditje psikologjike e kundërshtarit. Sigurisht tashmë Ignatia është skuadër dyher kampione me shumë lider në formacion, me shumë futbollistë me eksperiencë, cilët janë të mësuar me tilla situata. Sigurisht tjetër ndeshje pa fitore do ta bënte, do t'i ndërlikonte edhe më shumë gjërat. Duke parë që këtë vit ka ndryshuar dhe formula, nuk është më ai fan eufori që pak rëndësi kishte se sa ishte diferenca mes vendit parë dhe vendit dytë në fund kampionatit, sepse do ta vendoste një ndeshje teke. Pam dhe njerë nga disa kënde penaltin e shpërdoruar nga Ndreca. Alexi Praba. Sota. Për Ndreca, më pas Marku me kokë. Hajme për vend gjej Buric, nuk e del. Rivënjënsore për Ignatian.
Ndreca. Kryziu prapa. Gjemaili. Sota. E lezohet episod Kogji, por nuk mundi të bënte dot më shumë se aq. Për Ndreca. Këtu në vështirësi, por Marku është si gjithmonë me qetësinë e duhur për të shmangur rrezikun, u nxitua më pas në nxjerrjen e topit nga mbrojtja, duke dhuruar këtë rivënjë anësore. Gjemaili e kthen prapa tek Dajsinani. Sa ky pasim për Hajmen, që ndron krahun e lojës mirë tek Ndreca. Aleksi. Do t'ja pak shpejtësi aksionit, por gabon pasim. Lëri sakta baza e rikuperon dhe njëra Aleksi. Gjemaili. Pasimi sakt Ndreca. E lë për Albaneze. Finte e ti shman kundërshtarin e parë, më pas krosimi shumë i fort, as për Buric, as për Selmanin. Në krahun tjetër rivënjë anësore i përket Bylisit, kemi rruar në 5 minutat e fundit të kësaj pjese të parë. Që nuk është se ka krijuar shumë, për hir të vërtetës raste. Më shumë menaxhim loje nga Ignati Qarkullim, pa qenë rrezikshme, por shpërdoroi rastin më të mirë, penaltin me Ndrecën. Sota. Hajme. Ruçi. Me të parën përvoj gjente Buric, ndërin edhe njërë sakt Aurel Marku. E ka neutralizuar plotësisht deri tani qendër sulmuese në Ignatias. Mund të jetë padyshim nga më të mirë tek Bylisi. Marku. Gjemaili. Selmani. Vjen largimi drejt zonës, shumë i fortë, Ndreca provon ta rikthejë edhe një herë në qendër. Me strëmujes del fitues aty për Gjoni, më pas këtu Wallison ka mundësinë e kundër sulmit, janë 3-3 tashmë. Wallison fton Marku, shikoni sa ka avancuar Aurel Marku, më pas në fund duket sigurisht shterojnë energji dhe nuk e zgjidh dot siç duhet krosimi në qendër, largohet nga Hajme. Me iniciativë këmbgulje, Marku avancoi shumë metra, por në fund energjit shteruan dhe nuk ishte as këmbë dhe as mendjen e ftohtë për të shërbyer dikë në qendër. Mustafa po priste. Albaneze fiton këtë faull.
Top drejt sulmit, ka faul në sulm. Faul në sulm. Nga në Ruqit. Ky është dueli mes tij dhe Përndrecës. Kemi njërë dëshmën minutën e fundit të kohës në regull tu sponda me kokë e mire Mustafa. Në pas Wallison shkon shumë fundore e umbet befasin disi aksioni. Wallison në pas nuk shërben do të për eskënd e umbet topin. Ndreca përvon të njësë Buric me topin i gjatë, shërbimi është i mirë. Buric vjen dhe Ruqi, pasimin shëndër, dalje e mire, zhërë mi vëshu që lexon atë aksion për neutralizuar rrezikun. Abazaj, sakt për Koxhi. Ndizet disi sfida në këto sekonda të fundit pjesës parë, por Mallomo ngatrohet me këmbët e tij. Aleksi më pas nuk shërben dot për askënd, gabime radhazi nga dy skuadrat. Do të kemi 3 minuta shtesë në fundin e kësaj pjese të parë. Kane. Bruno. Përndreca. Vjen topi drejt zonës që largohet. Më pas dueli Buric Marku është Kane aty pranë që i vjen në ndihmë Markut. Këtu ka një përplasje mes të dy futbollistëve, nuk sinjalizon për faul gjyqtari, vetëm rivënjë anësore që i përket Ignatias. Ky është momenti. Këtu edhe mund të shndronte, kam përshtypjen një faul i Albanezes ndaj Përgjonit. Për Ndreca, një prekje e Bazajt, më pas Mustafa. Mallomo e mbron mirë topin. Më pas e kupton idenë e tij Albano Aleksi. Vonohet shumë Aleksi për shërbyer dikënd, ja marrin topin. Përgjoni. Përvon nis mjaft mirë Koxhin. 1-1 me Hajmen, ka hapësirën mbrapa vijën e Ignatias, por vjen sakt për të mbyllur Kryeziu që e dërgon në këndore. Ka probleme për Arli Përgjonin. Kjo mund jetë episodi i fundit i kësaj pjese të parë, do duhet kryhet edhe një herë pas sinjalizimit të gjyqtarit kryesor. Ekzekutimi i këndores nga Përndreca. Vjen largimi drejt zonës me kokoditja e lehtë, është Aleksi që largon, ka pretendime për top të prekur me dorë. Këtë radhë nga ata të Bylisit, dhe sigurisht tashmë do të ndalet loja dhe do të
kapiteni i bën me shenjë që të mos e filloj lojën Kane, por gjyqtari është në mendimin që ka parë i bindur, që ka parë gjithçka qartë, nuk ka nevojë fare për një konsultim me sistemin VAR. Sota. Dhe mbyllët tu kjo pjesë e parë 0-0 mes Byllisit dhe Ignatias, një pjesë e parë deri diku e barabartë, me një episod decisiv minutën e 36 përdoroi penalti Edison Dreca, kishte shansin e artë për ta çuar Ignatia në dhomat e zhveshjes me avantazhin e një goli. Ishte gjithçka për këtë pjesë të parë, miqtë të RTS2, një pushim i shkurtër dhe pas pak sërish bashkë me pamjet nga pjesa e dytë. Sërish bashkë miqtë të RTS2, nis kjo pjesë e dytë mes Byllisit dhe Ignatias. Me dy zëvendësime nis skuadra e Byllisit që kalon dhomat e zhveshjes Ibrahim Mustafa, në lojë është Kamara. Tashmë zhvendoset Wallison në qendër, rol që bëri më së miri ndaj flamurtarit. Me Kamaran që shtyn si winger i djathtë, ndërsa është larguar Bruno për t'i bërë vend Muhamet Koita, një afrim i ri. Tek skuadra e Byllisit që ka bërë shumë afrime në këto ditë fundit të merkatos, ka afruar sulmues Roni Wanke Wai, po ashtu Paulo Pieshkën, Ilir Gjuzin, Aurel Gjuzin. Këtu kemi vetëm rivënje fundore, është afruar po ashtu dhe Rebiu Abdullaj, një 20 vjeçar, që vjen nga Superliga e Nigerisë, me 10 gola të shënuar dhe pjesë e kombëtarës U20 të Nigerisë, por sigurisht janë emra që nuk janë gati ende për dhënë kontributin e tyre tek skuadra e Byllisit. Byllisi që ishte me fat në pjesën e parë, pas ati 11 metrësh që të shpërdoruar nga Edison Dreca, që goditi jashtë. Shndreca me kokë. Këtë për para, brijet nga Wallison. Në shëndër shërbimi, goditja me një hershme shkon jashtë. Sinani. Sota. Topi gjatë drejt Buric me Marku që priti pari tek topi, por rrezikon shumë Marku. Shikoni se si shpëton Byllisi. Përpaksa nuk djallosi gjithçka, Marku që ishte nga më të mirë në pjesën e parë, këtu ndoshta edhe mos marrëveshje me portierin. Këtë top i gjatë, një aksion që paraqet zero rrezikshmëri fillimisht, por nga hezitimi i portierit dhe Markut për të larguar topin, por paksa nuk përfitoi Ignatia. Kryeziu, Albanese. Sërish prapa tek Kryeziu, ky edhe më prapa deri tek Desinani. Është e njëjta panoramë edhe në nisje të kësaj pjese të dytë, me Ignatian që kontrollon topin. Dreca, i doli e top edhe pak me fat, por Kamaran mbyll sakt. E lë për Përgjonin. Marku disim vështirësi, arrin gjej Përgjonin mes dy kundërshtarëve, lëvizje fantastike e Arli Përgjonit. Kodjinkara. Koita.
Marku. Edhe njërë Musa Kojta. Ka një faul këtu. Kujta, provon Gjekoxhi. Nuk e ullë do të si duhet, rivë njësori për këtë Ignatias. Gjemali shty vetë për para, pasimi sakt për Flamur Ruçin. E le për Hajme. Gjemali. Kuryeziu. Albanese. Gjemali. Edhe një Rendoni Albanese. Aleksi këtu ka marandur në sakt, por nuk shërben do të për askën nga të tijat. Gjemali. Kuryeziu. Qetësish prapa tek Dejsinani. Këtu pasimi është i mirë drejt Buric. Kuryeziu. Aleksi. Kuryeziu. Gjemali. Edhe Jernis nga këmbët e Dejsinanit, tjetër aksion nga e para për Ignatian. Top drejt Selmanit. Këtu do të kemi goditje nga këndi. Të këndi Albanese. Shohim çdo sjell dëshmëherkimi i tij. Vjen në shëndër, largohet në shtyllën e parë. Malomo. Pasimi është i saktë dhe një herë për Malomo, ndashmë mund të rrezikojë skuadra e Bylisit në 4-4. Malomo. E lë për Kane, por jo siç duhet, e humbo totalisht befasin. Ky kundër sulmi i Bylisit. Kota pretendimet për një faul, ka vetëm rivënjë ansore për kampionat e Ignatias. Tu Ruçi shmang mirë kundërshtarin, mbajtje nga prapa, pas edhe shkelmim topi për Ndreca këtu. Duket se meritoi kartonin e verdhë.
albaneze. Për Gjoni. Provon të shmang Kurrezion, i pashmangshëm kartoni verdh tashmë për Kurrezion. Fall taktik i tij. Ka ndryshuar shumë edhe në skem Mireli Osa në startin e kësaj pjesë së dytë. Më tepër bie në sy që është Koxhi tashmë shumë i tërhequr në linjën e mbrojtjes dhe Përndreca që është më i avancuar e kundërta pjesës parë. Këtu vertikalizimi për Buric që është i mirë, shtyn drejt portës, Buric, dalja e Jeremy Vashu bën eroj, më pas Ruçi! 0-1 Egnatia! Nuk feston Flamur Ruçi për një gol kaq të rëndësishëm, një gol ishi. 0-1 minuta e 56, kaq ishte maksimumi që mund bënte Jeremy Vashu, e ndali Buricin, por më pas ndoqi me nuhatjen e dur Eksionin, Flamur Ruçi dhe djatha e tij, pavarësisht se kishte të paktën 3 fanella të kuqe që po vendoseshin në trajektorin e portës për ta ndalur goditjen. Nuk ja dolën dot ta ndalin topin në rrugën drejt rrjetës. Edhe një këtu vertikalizimi se shumë i mirë për Buric. Dalje e Vashu më pas, Ruçi shmangu portierin dhe asnjëri prej 3 fanellave të kuqe nuk e ndalën dot topin për të shkuar në rrjet. Kamera. Shohim tashmë reagimin e Bylisit, që sigurisht tashmë nuk ka më asgjë për të humbur. Kenan. Rëvënjësori takon miqve. Për Gjoni. Malomo dhe njerë për Gjonin që përvoj të gjente për Përndrecën, ka një faull ndaj për Gjonit. Marku, top i gjatë për para. Drejt kameras nuk e shmang do të Ndrecën, duhet mjaftohet me një rivënjë anësore. Dy lëvizje gati, Leo Melo dhe Fernando tek Egnatia. Malomo për Gjoni. Walison përvon t'ja kthej edhe një herë për Gjonit. Largon hajme më pas nga distanca për t'u harruar goditja e Mukhtar Koxhi. Ka probleme për Aleksin, por jo diçka serioze nga se duket. Nuk do të impaktoj në idetë e Tetovës për të kryer zëvendësimet. Janë të dy mes fushor. Tu Ruçi vrapon, por nuk e mbrin dot topin. Kam përshtypjen Kurreziu do të bëjë vend për Fernando dhe një mes Ruçit dhe Albanezës me gjasë ky i fundit për Melon, por të shohim kush do të jenë lëvizjet. Tashmë janë gati për të hedhur të dy në fushë sapo topi dal jashtë vijave.
Ka një faul ndaj Kamaras. Është momenti i zëvendësimeve. Do të largohet pikërisht Albanese për Melon dhe Kryeziu për Fernandon, të lexueshme lëvizjet e Tetovës për të rifreskuar pak dhe ndoshta ende jo maksimum për të bërë paraqitjet që Egnatia do dëshironte Albanese i ardhur së fundmi. Topi larguar, ka më shumë këmbgulje dhe shmë byli si Wallison. E shpin nga porta, larg saj Koxhi për Ndreca. Nuk shërben dot Malomon, gjithsesi e ka ende topin të tij. Fernando kontakti parë me topin, lihet fillimisht avantazhi. Nuk ka pasur pozicionisht lojë, do të kemi goditje nga këndi. Vjen arkimi në zonë. Nxirret prej aty, provon tashmë Bylisi me kundër sulmin për Kamara që është i shpejt, ka shumë hapësira në linjën e djathtë. Janë dy fanella tjera që presin zonë, pasimi i tij drejt kraut tjetër, devijohet në shtyllën e parë, vetëm rivënje vendore. Ndoshta idenë kishte të mirë Kamara për gjetur në krahun tjetër Wallison, por ajo ide u kuptua nga prapavia Ignatias. Devijimi i Aleksit me kokë. Jeremy Bashu. Koita. Prodhomis Kamaran, por Ndreca qetësisht e kthen tek Dajsinani me kokë. Gjemaili. Me kokë Koita, rivënjësori i përket Ignatias. Ka mbetur i shtryer në fush Flamur Ruçi, që pretendon se ka marrë një goditje në kokë. Gjyqtari ende nuk ka dhënë aprovimin për futjen e stafit mjekësor në fush.
Gjemajli. Fernando. E kthem prapa tek Dajsinani. Selmani. Vjen rikimi drejt zonës i mirë me Kokoditi janë travers. I afrohet shumë goli të dytë është skuadra e Ignatias. Duket se nuk është dita e tij sot, është i pafat Ndreca. Gaboi penaltin, tashmë traversa i mohon golin. Edhe një momenti shumë pranë golit dytë. Vjen të ketë probleme Ruçi. Që ngrihet tashmë nuk ka diçka serioze. Pyetja e parë në listë luhet Tirana Flamutari, që keni mundësi të ndiqni në RTS Sport. Pas përfundimit të sfidave do të jemi me Super Gol, me Gerta Sakon, me analizën e të dyja ndeshjeve dhe intervistat respektive dhe me vigjiljen prag ndeshjen e mbrëmjes Super Sfida e kësaj jave mes Vllaznis dhe Partizanit në orën 19 në RTS Sport. Kjo javë tretë e superiores do të vijojë nesër në orën 19 me dy duelet e fundit, Elbasani Dinamo dhe Teuta Vora. Koita. Marko. Provon gjej për Ndrecën krah. E ul mirë për Ndreca, shmangë Hajmen. Më pas vënohet për të krosuar dhe nuk shërben dot as prapa për Koxhi gjithsesi byli se e ka ende topin zotëri me Aurel Markun. Pasimi për Përgjonin. E lë për Kamara. Finta e Kamaras heziton të krosoj. Fton kanë në aksion. Harkimi i tij, marrja jo shumë e mirë, Malomos ja kthen që ndryq gjithsesi dhe fiton këtë goditje nga këndi skuadra e Bylisit, rrezikshëm. E ktheu shumë fort Malomon qendër. Por ishin të vëmendshëm në shtullën e parë, mbrapa vjen e Ignatias. Vjen Hakimi në zonë, largohet prej aty nga Fernando. Abazaj. Kane. Kamara. Mes dy kundërshtarëve u mbet topin pa faull. Por si realizon paksa me vënes, por vjen vendimi i gjyqtarit Bestari. Marku për Koita. Koxhi. Abaza edhe njerë për Koxhi që u mbet topin. Ruçi me të parën pasimi drejt Fernando si nuk del, por ka një faull ndaj Flamur Ruçit. Gjemajli. Fernando dhe njerë për Arbenit Gjemajli.
Byli si tashmë Abasaj. Sakt për Kane. Kujta është i lirë. Mund shty vetë për para disa metra. Preferon këtë pasim, ishte i fort drejt Kogji. Bëtë gati dhe Jahaja tek skuadra e Ignatias. Ndoshta mund të jenë minutat e fundit për Ruçi. E Selmani pak i shfaqur në këtë pjesë dytë, Kastriot Selmani për Gjoni. Kamara. Një për një me ndrecën, finta e Kamaras përballë dy kundërshtarëve, vendos pasimin prapa për Gjionin. Nuk del i vertikalizimi i tij për Malomon. Momenti i zëvendësimit largohet pikërisht Flamur Ruçi, autori i golit, ai që vendos sfidën deri tani, ndërsa gati dhe Bakayoko, edhe ky zëvendësim kok më kok me Nikola Buric. Bakayoko dhe Jahaja në fush. Shohim impaktin që do të kenë të dy zëvendësime. Tek Ignatia tashmë. Rivënje gjatë e ndrecës Marku Mekok. Vështirësi Kojta ka këtë mundësi tashmë Ignatia me Jahaja që është i freskët, shtyn drejt portës. Jahaja finte nxjerrte nga djatha, vonohet më pas dhe bllokohet nga Marku. Pasimi i tij drejt qendrës mjaft mirë Marku. Do të kemi goditje nga këndi. Sërish rrezikshëm Ignatia sa herë që gjen hapësira apo e gjen të zhbalancuar mbrojtjen ballqyote. Vjen arkimi drejt zonës, devimi nga përndreca në shtyllën e parë, më pas Selmani provon ta mbajë ende Ignatin aty, por nuk e gjen siç duhet sotën. Kongji provon të shty vetë përpara, spërkate sotës e saktë. Duhet mjaftohet vetëm me rivënje njësore e Kogji. Përndreca. Pasimi drejt Kamaras, Kane, edhe një Kamara. Marku. Shmak kundërshtarin e parë, më pas pasimi drejt përndrecës, marrje mirë e ti rrotullohet. Nuk ka dikë pranë për ta ndihmuar, për ta shërbyer, por ja del fitoi një faul. Përndreca. Gati Ofori. Dhe Indio Oliveira tek skuadra e Bylisit. Do të largohet Kane, do të largohet dhe për Gjoni. Një ish i flamurtarit, Indio Oliveira. Shleguar Malomo dhe jo Kane, Malomo për Oforin.
dy nga më të mirët e sezonit kaluar, Malomo dhe Përgjoni tek Bylësi. Një nisje ngadalë tek këtij sezoni të ri. Ende jo me shkëlqimin e duhur. Aleksej. Mbet topin Ignatia, por përvon të rikuperoj shpejt, pa ja dalë dot siç duhet. Rivënia Ansori përket edhe një herë vendasve, kur kemi hyrë në 15 minutat e fundit të sfidës. Vendos goli i Flamuruçit në minutën e 55. Bllokohet tu ky krosim. Do të kemi rivënie ansore. Rivënie shumë e gjatë për ndrecës. Topi që nxirret nga zona. Kojta gabon pasim. Aleksi me njërë topi gjatë për para drejt Jahajës. Me forcat shumë të Ignatia këtu në këtë aksion të shmë krosimin qëllë drejt shtyllës dytë për Fernandon. Kthehet në kohë për të larguar Indio Oliveira. Eviton rrezikun. Do të kemi tashmë këtë këndore. Vjen ndërkimi drejt zonës. Nxirret për aty me kokë më pas Aleksi flutur limthi, shumë di kuadrat. Wallison. Shpërdoron një pasim fare thjesht drejt përndrecës Hajme. Me njerë me të parë në drejt Bakayokos, por është pozicional Marku, edhe pozicioni ka qenë i parregull për Sumajla Bakayokon. Marku prapa tek Vashu, presingu i Bakayokos. Ndreca me kokë më pas Wallison fiton dueli me Gjemailin. Wallison fiton dhe një faul më pas, mban skuadrën e tij përpara. Ekimi i përndrecës nuk ka asgjë të kota pretendimet e Oforit. Largimi jo siç duhet i topit Ofori. Përndreca gabon dhe një pasim. Jahaja provon nis me njërë Selmanin, jo siç duhet me Kojta që ndërhyn. Ofori për gjumje e tij, Melo që ja vjedh topin nga prapa. Por shkakton këtë faul taktik Ofori, që falet nga gjyqtari, nuk ka karton verdh.
Gjemajli. Sota. Nuk është rrezikuar thuajse fare në këtë pjesë të dytë skuadra e Ignatias, dukshëm më mirë se pjesa e parë. Kane. Sfida tjetër mes Tiranës dhe Flamurtarit vijon me një barëzim 1-1. I barëzuar Burart. Shojmë këtë aksion të Byllisit. Oliveira për Ndrecën, ka ende energji në këmbët e tij, duelin me Hajmen, del fitues spanjolli. Ajo që bie në sy rezultat surprizë në kategorinë e parë. Tek Besa Apolonia, duket se edhe ndrimi i trajnerit nuk ka dhënë kurrën e duhur të shërimit tek Besa, që shkon drejt ndeshjes së tretë pa fitore, po mundet 1-2 nga Apolonia, megjithëse ka ende disa minuta. Dorsa po mundet gjithashtu dhe Laçi në supersfidën e kësaj dite ndaj Pogradesit që udhëheq 1-0. Dy duelet e kategorisë parë që transmetuan dje në RTS Sport, Kuksi Lushnja 1-1 dhe Skënderbeu Iliria 2-0. Për para drejt Bakayokos bën më të sigurt në Kojta. Ka hapësirë në këto minutat fundit edhe për Abdullahi Rabiu nga frimet e ditëve të fundit tek skuadra e Byllisit. Lëngua Kuxhi me Ndrecën që zhvendosë sërish të prapa në pozicionin e tij natyral. Këtu pasimi vërtet shumë i mirë, por sakt në mbyllje. Sota. Ka një faul, tashmë ndukje tashpër ndëshkohet me karton të verdhë dhe Leo Melo. Mbetet në gjysmëfushën e kundërshtarit Byllisi. Vjen Arkimi, goditja që shkon jashtë. Ka një problem për Desinanin tashmë. Kërkohet ndihma e stafit miksor. Ju rikujtoj që pas sfidës do duhet zhvendoseni në RTS Sports për emisionin Super Gol me Gerta Sakon me intervistat e protagonistëve dhe analizën e të dy ndeshjeve si Byllis Ignatia, sfida jon po ashtu dhe Tirana Flamurtari dhe në vigjilje të Vllaznia Partizani që do transmetohet gjithashtu në RTS Sport në orën 19.
Po provon Byljesi të barazoj, por jo me grintën e duhur, me dëshirën, është e ngadalt në manovrën sulmuese, pa ide të qarta, po ja bën të thjesht Ignatias me menaxhimin e avantazhit. Sota. Aleksi. Kthem prapa tek Dajsinani, që është shumë i sigurt në lojën me këmbë. Marku e ul saktë. Pasimi drejt Kamaras, vjen Fernando, që dërgon në jashtë sensore në një rivënje. Kane. Ofori, në mbasin topin Jahaja. Dreca. Provon gjej Bakayokon, jo siç duhet, me Kojta që ndërhyn Kamara. Vjen Bakayoko, por ka një mbajtje të lehtë ndaj Kamaras që sinjalizohet nga gjyqtari Bastari. 4 minuta nga fundi kohës rregullt. 0-1 Ignatia, po shkon drejt fitores parë në këtë sezon. Gati lëvizja e fundit e Tetovës, do të jetë Alijev për të përforcuar prapa vjen, largohet Selmani, largon një sulmues për një mbrojtës. Tetova kalon në një mbrojtje me 5 tashmë, me 3 qendra: Alijev, Xhemaili dhe Sota. Nuk ka faull këtu, lojë duhet të vazhdoj. Aleksi Gabonaj. Abdullahi. Pasimi në qendër, Abazaj lexohet saktë. Nga prapa via Ignatias, ndërhyri mirë Xhemaili. Edhe një herë Byljesi me Kojta. Kane. Marku për Ndreca. Edhe njerë Aurel Marko. Përvon gjej Abdullahin, që nuk e mban dot brenda vijeve. Do të kemi rivënje anësore për miqt. Hajme. Topi gjatë drejt Bakayokos, por ka një faull në mesin e fushës dhe një karton të verdh. Mos gabojmë, është për Bakayokon kartoni verdh. Guti ka dhënë një goditje në lojën pa top kundërshtarit. Sumajle Bakayoko, i ndërshkuar i radhës. Vjen rikimi i Përndrecës, largohet nga zona. Fernando është thuajse i vetëm për të nisur një kundërsulm. Heziton, pret për forcime, më pas
vendos të shërbetrit Melos, ndërin sakt Indi Oliveira, më pas Ofori. Kamara, nuk e shmang dot ndrecën. Alijev, e kthen shumë prapa për të mos rrezikuar qetësisht tek Dajsinani. 5 minuta shtesë në fundin e kësaj sfide, 5 minuta shpresë për Bylisin për dalë qoftë edhe me një pikë nga kjo përballje. Fernando Yahaya Gjemaili prapa. Alexi. Tu një top çuditërisht i kthyer, i dorëzuar vetë ku Alisson. Kamara i del ai top edhe pak me fat, gabon ndreca, shtyr përpara Kamara, por vjen i përhershëm. Albano Alexi, kapiteni. Marku, nuk ja del do ta kthejnë qendër, gjithsesi fiton këtë goditje nga këndi. Te këndi për ndrecat, shoj markimin e tij, sponda me kokë shtyllën e parë, më pas edhe një drejt qendrës, por goditja është për tu harruar nga në fund nga Koita. Me aksionin që vijon do të kemi tjetër goditje nga këndi. Mbetet ngulmues, kërkues Zbyllisi. Vjen rikimi në qendër, nuk largohet siç duhet, më pas goditja, shkon jashtë. Çfarë shansi në këmbët e Kamara. Zagonisht me fat këtu e Ignatia. Shikojeni topi që nuk u nxor siç duhet nga zona, ishte tërësisht i lirë, e goditje e Kamaras. Dajsinani kishte shumë lojtar përpara tij, e kishte të pamundur të shite nga e vinte topi. Ishte i mposhtur, qëndroi në vend. Në disa sekondat nevojshme dëshmoi Ignatia me këtë dëmtim të Leo Melos. Në gjashtë do të kemi shtesë mbi shtesën. Duelet e kategorisë së parë, Pogradeci ka mundur Laçi 1-0, ndërsa Apollonia bën surprizën duke mundur 1-2 Besën. Madje me përmbysje golit të Cordeiros, Melos i është përgjigjur Trifoni e më pas Umejego. 0-0 dy duelet e tjera, Kastrioti Korapi dhe luftëtari Burreli. Tu sponda me kokë për Bakayokon që përvon ta udhëheq, por bllokohet saktë nga Musa Koita. Nxiton Byllisi për ndreca. Pasimi i tij i vëmendshëm Sotan Prabavi që largon.
Jemi zaruar 5 minuta të shtesë. Ta kurduara nga gjyqtarit, shohim dhe sa për të shtesës do të luhet. Ka dhe një karton verdh për Arbenit Xhemailin. Për vonesa loje, një mes ti dhe Alijev nuk u kuptuar qartë. Gjithsesi është pak e rëndësishme tashmë në fundin e kësaj sfide, të shohim se do të ketë pak sekonda për të reaguar me një aksion fundit Bylisi. Abazaj. Indi Oliveira lë avantazhin gjyqtarit dhe bën mirë Ofori. Provon shërbej për Abdullahin, por ndërin saktë Hajme që largon. Tashmë duket diçka e përfunduar. Dhe vjen si realizimi final i Arion Bastarit. Egnatia merr 3 pikët e para sezonale me një gol të Flamur Ruçit, një ish i kësaj sfide. Minutën e 55 i dhuron këtë fitore shumë të vyer skuadrës së Egnatias, vijon startin jo të mirë. Skuadra e Bylisit me 3 ndeshje ende pa gjetur 3 pikët e para, edhe pse i ka luajtur të 3 ndeshjet në stadiumin e saj Adush Muça. Ishte gjithçka miq për këtë sfidë, vetëm pas pak mos harroni në RTS Sport do të jemi me super gol me analiza dhe intervistat e protagonistëve. Nga unë Kevin Sula, mirë dëgjofshi.